dashur miq të kanalit tim qytetar në YouTube në pinshëll tematika që kam për sot në këtë ditë deri diku për gjithë botën, sepse është Shën Valentini, por unë nuk do të më Shën Valentini sepse kam regjistruar një video për në cilin ju uroj për Shën Valentinin, por do të merrem pak për le të themi e shikoni në këtë foto, ky kapet VK. Të shosh terrorist e vërtet, për foto që është gru. Nëse nuk ka rëndësi, do të flisë pak për prit sepse do ta lexoja direkt nga Basha. Disi për rezolut për sepse pse kjo video sepse Basha si çdo i marr tjetër mbasi është duke humbur vendin ose më saktë Bashkinë e Tiranës, është duke bërë 1 milion e sa budalliqe dhe një ndër budalliqe që Basha ka realizuar ishte me pagesë e parkimeve në Tiranë, që ishte një lëvizje goxha e gabuar për një kryetar bashkie, sepse i bie që të paguash lek për të parku makinën ose të shkosh ta parkosh aty ku është pa pagesë. Ai që protestonte për rritjen e çmimit të naftës bën me pagesë parkimet. Shpresoj që kjo rezolutë Këshilli Bashkiak mos ta pranoj këtë rezolutë, sepse do të ishte një dështim si për Këshillin Bashkiak dhe si për Bashkinë e Tiranës. Bën paftësi shumë të madhe nga ana e kryetarit të bashkisë Lulzim Basha në këtë pikë, por nuk besoj sepse që do të realizohet ëndra e lulëzimit, në ngel goja lulashit, dhe shpresoj që mos të realizohet, sepse do të ishte të mërshme legalizimet në që ka ma preferon veten. Falenderon veten. Për mua është një budallik, realisht. Ajo që do të realizoj Rama, po nese. Zemër, çfarë do të më dhurosh për Shën Valentin? Nese, nuk ka rëndësi. Dhe vazhdoni bën sponsorizim kanalit të faqes së tij Facebook. Poshtë 14 shkurti. Budalliqe kot. Por, thoni mendimin tuaj për pro apo kundra parkimeve me pagesë në Tiranë. Kështu do të jetë titulli i videos. Nga Pink, ciao.